Drejtori i përgjithshëm i AMP-s, Florian Sulejmani, ka qenë sot në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat për verifikimin e masës së pezullimit nga detyra. Gjykata e Beratit kishte pranuar kërkesën e prokurorisë së Beratit për pezullimin nga detyra të drejtorit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Florian Sulejmani, pasi është nën hetim për shpërdorim detyre lidhur me procedurën e ndjekur në transferimin e oficerëve të policisë gjyqësore, që dyshohet se është kryer në kundërshtim me legjislacionin përkatës. Prokuroria e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Beratit njoftoi në 16 prill caktimin e masës së sigurimit personal, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik ndaj drejtorit të përgjithshëm të AMP-s, Florian Sulejmani, në kuadër të një procedimi penal të regjistruar ndaj tij për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Sipas prokurorisë, çështja penale në ngarkim të Sulejmanit ka të bëjë me transferimin e vartësve të Sulejmanit. Gjykata e Beratit, duke konfirmuar ekzistencën e dyshimit të arsyeshëm se nga ana e Sulejmanit janë transferuar oficerët e policisë gjyqësore në kundërshtim të plotë me parashikimet ligjore të ligjeve për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore dhe për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, ka kryer sot verifikimin e masës ndaj tij. Ka qenë gjyqtari Ilirian Hysi, i cili pasi ka ndenjur rreth 1 orë në dhomën e Këshillimit, ka shpallur mos kompetencë territoriale duke ja kaluar çështjen ndaj Sulejmanit të Tiranës. Po kështu, gjyqtari Hysi ka vendosur vazhdimin e masës për pezullim nga detyrat të Sulejmanit.